Ka shumë gjasa që në këto zgjedhje lokale për Kërçovën të garojnë 3 kandidatë shqiptar. Bilal Kasami nga koalicioni Vlem bëri të ditur se do të ketë kandidat, por nuk saktësoi se kush do të jetë. Janë në opcion disa kandidat, por ajo që është më rëndësi të potencojmë që ne si Vlem do të shohim të përzgjedhim kandidatët më të mirë, këtu edhe në konsultim me qytetarët, edhe me strukturat e gjithë partive politike, me sektorin civil, intelektual dhe faktor të rëndësishëm tjerë të shoqërisë, por njëherësh për disa nga komunat mund të shkojmë edhe me anketë apo të konsultojmë edhe agjencionet të cilat masin opinionin publik për të parë se cili nga kandidatët potencial do të ishte më i mirë dhe më i pranueshëm për qytetarët. Ai që tashmë ka zyrtarizuar kandidaturën për Kërçovën është Kodran Alili si pavarur. Ai ka bërë thirrje që kësaj here parti të hapin në rrugë për rinin. Besoj se është e flishme edhe për atë që të bëjë një rotacion politik, të hapi krau në rini, të motivoj rini, të mbështesi rinin, është koha si rinia që ka mbështetur atë në çdo cikël zgjedhor, në çdo ëndër të tij ose vendim se ku do të jetë dhe ku do të ktheqi, rinia e ka përkrahur pas një kusht, është momenti që tash t'i jepet hapësira kohës, hapësirë t'i jepit të rinis, që me të vërtet ta tregojmë edhe ne atë çka dim dhe sa mundemi të ndërtojmë për. Kandidatin e saj për Kërçovën që e ka bastion, më shumë gjasa do të ketë edhe BDI, por ende nuk dihet se kë. Kryetari aktual nga radhët e integristëve Fatmir Dehari është i gatshëm për mandat të 4, por pret që për këtë fjalën e fundit ta thot partia. Në terren, ai tashmë ka nisur takimet me mërgjimtarët. Jo, nuk ka akoma kandidat BDI-ja. Okej. BDI-ja gjithmonë kandidatët i ka bërë mbi bazë të parimit të sondazheve dhe hulumtimeve. Jo, nuk e keni njetë mu kandidu, a e keni njetë. Kandidatët që mbështeten më shumë nga qytetarët. A e keni njetë? A se keni njetë mu kandidu? Ju, personalisht, ju që ka thojnë sondazhet, ju, që dërë me pas dhe vullnetin edhe dëshiren, kandidatura ime varet nga sondazhet, vullneti sondazhe shumicë e qytetarët, po është e prerë nëse qytetarët mbështesin në kandidimin e radhës të zgjedhjeve të vitit të muajit tetor të këtij viti, atëherë Fatmiri do të qëndrojë në ballë. Nga bloku maqedonas ende nuk ka dalë me qëndrim për kandidatët. Pritet që periudha në vijim VMRO DPMNE-ja dhe LSDM-ja të dalin me emra për Kërçovën.